2 mars, ngrimin e luftoni për vendin tuaj. Situata në Iran. Është shumë e vështirë të marrësh informacion ushtarak në Iran si nga ana amerikane, Izraelit. Duket sikur SBA dhe Izraeli po e shkatrojnë klasën e elitën teokratike të Iranit dhe po shkrojnë drejt të ndryshimit të regjimit. Mossadi, pra homologu i CIA-s amerikane, identifikoi se ku ishte Ayatollah bashkë me disa drejtues tjerë dhe e kthyen në pluhur. Tani Irani duket se është në kaos. Shumë shpejt do të kapitullojë. Ka të ngjarë që të kemi një luftë për pushtet në Teheran, se kush do të marrë qeverinë, por nuk ka shumë rëndësi. Administrata e Trump do të kontrollojë dhe do të marrë të gjitha vendimet të rëndësishme, siç po ndodh në Venezuelë. Një histori anësore është dëshpërimi nga ana e lëvizjes anti-Trump, e cila po përpiqet ta kthejë situatën në diçka negative. Natyrisht që rënja e një shteti terrorist është shumë mirë për botën. Kështu që ata që e kundërshtojnë kanë vështirë të përballen me këtë realitet, por ata do të përpiqen. Është disa tronditse që disa radikalë në Amerikë mbështesin Iranin. Por amerikanët me mendje të kthjellët e kuptojnë se vrasësit terroristë duhet të kenë frikë. Megjithatë, presidenti Trump duhet të ketë kujdes, thot Bill O'Reilly. Gjihadistët nuk janë poshtur, edhe me Iranin që po rrëzohet. Amerika mbetet e ndjeshme ndaj sulmeve terroriste. Pasi u freskua pak në lojrat olimpike, drejtori i FBI, Kash Patel, të cilën Trumpi e ka kritikuar shumë dhe mund ta heqë, hyn në një peizazh shumë intensiv. Ashtu si Saddam Husseini, Amerika ka shkatruar një tjetër horr të urryer. Kështu si populli amerikan kombi marshon si një popull fisnik. Në një botë rrezikshme nuk ka zgjidhje tjetër. Ndërkohë, gazetat amerikane të djathtës kërkojnë që të bjerë poshtë ajo që quhet TACO, Trump always chicken out. Pra, Trumpi gjithmonë si pul tërhiqet. Me këtë vendim, për të goditur, kjo nuk qëndron më. Është i vetmi nga 8 president realizoi ëndrrën e tyre. Natyrisht që këtu në Amerikë e Majta thotë që Trump ka hyrë në këtë luftë pa marrë mbështetjen e Kongresit për të spostuar dosjen Epstein me akuza shumë të rënda ndaj tij. Mund të ketë diçka reale edhe te kjo. Por anijet kanë kohë që ishin pozicionuar atje. Në fakt, në bisedimet diplomatike, Trump kishte dërguar 2 njerëz ignorant në diplomaci. Kushner, mediokër klasik, dhe Witkoff, ndërtesa Haxhiu, i cili ka përfituar miliarda dollar nga Katari, por që është njëri besuar i tij. Ajo që e ka nevrikosur Trump është se ministri i jashtëm i Iranit i ka bërtitur, ka ofenduar Kushnerin, duke ditur nivelin e ulët të tij, por dhe Witkoff. Dhe ministri i jashtëm i Iranit ka thënë që është e drejtë e padiskutueshme i Iranit që të pasurojë uraniumin. Dhe Witkoff, ndërtesa Haxhiu, që sipas Wall Street Journal, është e drejta e padiskutueshme e Amerikës ta ndalojë këtë. Dhe nëse vazhdoni të bërtisni, unë do të largohem. Në fakt, informacionet kanë qenë nga CIA, është gjendur se ku është Khamenei dhe ai u kthyen pluhur. Në luftën 12 ditore, Netanyahu ka dashur ta vrasë Khamenei, Trump nuk i ka lejuar. Kalkulimet ka qenë të tilla. Trump ka ndruar që të ketë një foto me stafin e tij të sigurisë me një vlerë të barabartë me foton e Obamës kur kanë vrarë Bin Ladenin. Por ajo foto ka qenë në bunkerin në toksor të shtëpisë Bar, Situation Room. Foto e Trumpit është në Mar-a-Lago. Mungon përsëri J.D. Vance, i cili me sa duket ka qenë kundra këtij veprimi të presidentit Trump dhe kërkon që
të jetë i pastër përpara magës. Nuk është Borzilok Gabar, kreu inteligjencës, por është drejtori i CIA-s. Dhe sot Rubio, me drejtorin e CIA-s, kanë raportuar tek 8 gangsterët, si quhet në Washington, kreu Senatit, spikeri i Kongresit, drejtuesit e majorancës dhe minorancës, po të themi, dhe komisionet e armëve dhe inteligjencës, kryetari dhe nënkryetari. Më pas do të raportojnë përpara Kongresit dhe Senatit. Sa do të zgjas konflikti? Trump me zgjuarësi ka thënë, tani është çasti që populli iranian të marrë pushtetin. A do të ndodh? Apo do të kemi si në Venezuelë një marrëveshje e drejtuesve të Tiranit për të nënshtruar administratës Trump. Gjithkush që do lirin do të jetë i gëzuar që një diktator u vra. Unë di që në Shqipëri ka shumë që edhe e vajtojnë. Janë njerëz të Partisë Punës sepse kanë pas lidhje të tërshme me Iranin. Dhe Rama tek ata duhet të jetë. Sa herë që ka ngjarje ndërkombëtare të mëdha, për vende të vogla interesi zbehet. Dhe kjo mund të japte pak oksigjen Ramës, i cili simbolikisht tregoi që është i përzgjedhur i klanit Hoxha. Personi i cili një ditë përpara që t'idhej busti i diktatorit ka përcjell një nga gratë djemve të Hoxhës deri tek dera kryesore në blok, ose kur ka mbajtur atë fjalim anti Hoxhës dhe komunistëve diku te afër stadiumit Qemal Stafa, më pas është shoqëruar me njerëzit e Sulogradecit. Ideja që e solli Nano bie. Klani Hoxha donte pikërisht Ramën për të përballur me Berishën. Nano nuk përballej dot. Ndërkohë, i zhytur në korrupsionin masiv, lidhjet me krimin, me pastrimin skajor parave si levatriçe përmes ndërtimeve pa sens, Rama gjendet në çastet më të këqija politike. Të shkarkosh drejtorin e policisë, drejtorin e përgjithshëm dhe drejtorin e Tiranës, thjesht për të mbrojtur simbolin e Enver Hoxhës, tregon që në subconsciencë je me diktaturën dhe natyrisht ata që të kanë vendosur aty kanë materiale që të largojnë shumë lehtë. Në të gjithë vendet ish komuniste të lindjes, simbolet e komunizmit u shkatruan. E filluan hungarezët në mënyrë brillante, vazhdoi në vende të tjera, u dogj mazolumi i Dimitrovit në Bullgari, nëse kujtoni, dhe gjithkund vazhdon kjo përplasje e madhe ndaj simboleve të komunizmit. Në qoftë se shkoni tek Vila Pallate me Mehmetçeut, unë kam parë dhe kam fotografuar, kanë vënë statujën e Leninit dhe të Stalinit. Gjoja për të tërhequr turistët. Problemi është që përse nuk i pas kanë shkatruar këto statuja, që në vitet 90. E njëjta gjë ndodh me vilën Pallat Hoxhës, të cilën se ka pasur në pronësi private, mund të ketë qenë vilë qeveritare, por ende vazhdon të jetë si magnet për turistët marksist ose pa njohuri historike. Ajo godin duhet ishte zhdukur me kohë. Se është simbol i një diktature ku të paktën gjysma e shqiptarëve u rren. Të paktën, sepse teknikisht, logjikisht duhet jenë më shumë. Personalisht do ta kisha rrethuar me një mur ku të ishin të gdhendur emrat e të gjithë pushkatuarve nga diktatura, si muri i Vietnamit këtu. Mund ta kisha kthyer në një muzeum të krimeve të komunizmit, mund t'ja jepja si ndërtesë për ndjekurve politik, por jo ato që ka bërë Rama, dhe jo rastësisht. Vajtis me atlete Adidas tek vila e diktatorit për ta mbrojtur.
kërkon të marrë votat e ekstremistëve, por në një material që pash në median sociale, hyn në debat me një fshatar nga Tregjasi, i cili ka trimrin dhe zgjuarsin që thot idiot më të madh se ju zoti kryeministër nuk ka. Pik. Jo kam thënë. E keqja në Shqipëri ka vetëm një emër. Rama. Rama urren Shqipërinë dhe shqiptarët, por dhe shumica e shqiptarëve e urren Rama. Balluku është kërcënimi i tij. Spak, a e di që ajo ka dhe pasaport greke? Sepse nga Greqia erdhi. A di Spak se me pasaport greke mund të shkojnë në Kanada, mund të shkojnë në Uruguay, lartë qoftë dhe në Amerikë? A është sinjalizuar Interpoli që numri pasaportës greke të bllokohet më njëherë? Rama do donte që ajo që i thot Palloshi të bëhe Zviceriania si Zviceriania Metaj. 16.000 faqe të dërguara nga Spaku në parlament groposin e vetëm Ramën, po të gjithë tek ABI Bank dhe përgjimet e Ramës, por dhe së pari kam nxjerrur kupolën e tij si grup i strukturuar kriminal. Parallat që është nacionalist, që çoi tek veshët e Donit të madh burgosin e padrejtë Thaçit ran. Një shkrim i përbashkët me si vllaun e tij Vučić në një media gjermane e nxori përsëri bllok. Natyrisht si lider i madh do të marrë anën pro-Izraelit, por askush as nuk ka pyetur dhe askush nuk e dëgjon. Protestat priten që të rrëzojnë regjimin në Iran. Kjo është e vetmja rrugë. Natyrisht që ajatollat dhe vegjël ka dhe në Ballkan. Struktura e gardës kombëtare, të cilën Rama qon të quhet terroriste, nuk ndryshon nga struktura e Partisë Komuniste në Kinë, po dhe Partisë Socialiste dhe Patronazhiste në Shqipëri. Natyrisht që në Shqipëri nuk mund të bëhen gjërat haptas siç ndodh me gardën kombëtare në Iran apo me Partinë Komuniste në Kinë, sepse jemi vend i NATO-s, por kur ti ke larguar 1 milion vet në 10 vitet e fundit, kjo të nxjerr zbuluar. Trump kishte fuqinë që të realizonte ëndrrën e 8 presidentëve amerikanë. Sa të donim ne që në kohën e diktaturës tonë një president i tillë të kishte qenë në Amerikë. Natyrisht amerikanët janë përpjekur dhe atë kohë për të ndryshuar Shqipërinë me ata që e quanin diversant, që në fakt ishin njerëz që luftonin kundër komunizmit, por nuk kishte përpjekje serioze. Dhe në qoftë se mund të bëjmë një paralele me Iranin, dhe Trump e thot bukur që ndihma është, por ju vetë keni shansin të merrni fatin e vendit tuaj. E njëjta gjë do të jetë në Shqipëri. Vilës pallat të Hoxhës është kuptuar nga çifti Rama. Surreli është në panik. Jo vetëm nga Spak, nga vjedhjet skajore tek ABI Bank dhe përgjimet e Ramës, por dhe ideja që ashtu si ato tunelet e bllokut të cilat së pari kam nxjerrur, nuk e ruajnë dot një mbeturinë të diktaturës që mund të ketë beton larg qoftë dhe tunelin në Surrel. Jo. Guximi, shpirti i protestës ka filluar të rritet. Unë besoj.
në Shqipëri.